arreste kardiake, njerëz pa shenja jete, me kanë njohur punë deri tek kemi person në jetë. Sa jemi afër këtij shtrati, mendojmë se sa e rëndësishme është një veprim i shpejtë në momentin e duhur. Ne kemi ndrimin 24 orës, që ja kemi filluar në orat 8 të mëngjesit dhe përfundojmë në orat 8 të nesër në mëngjes. Para fillimit të ndrimit bëhet kontrollimi i pajisjeve, i barnave, ambientit, dhe po ashtu referohen edhe rastet të cilat kanë qenë gjatë 24 orëshit dhe rastet të cilat kanë mbetë gjatë ndrimit të natës, cilat procedura janë kry dhe cilat kanë për të vazhduar. Kështu do me thonë fillon në ndrimi, pastaj gjatë ditës edhe gjatë 24 orëshit, i rëndësishëm është komunikimi dhe bashkëpunimi me ekipin dhe në përfundim, do me thonë prapë në mëngjes, interpretohet prapë ndrimit pasardhes e njëjta procedurë, do me thonë për rastet, tekniken, laboratorin, për të gjithë. Këtë jemi pranë shtratit të reanimimit, ku çdo sekondë është i rëndësishëm. Këtu nuk ka vend për panik, vetëm për veprim të shpejtë, mendim të qartë dhe bashkëpunim. Ky shtrat shumë herë ka parë dhimbje, lot, frikë, mirë po dhe shpresë për rikthim në jetë. Sa jemi afër këtij shtrati, mendojmë se sa e rëndësishme është një veprim i shpejtë në momentin e duhur. Domethënë kjo është pjesa më e rëndësishme, më e ndihshme dhe kryesorja e emergjencës, do të thotë është reanimimi. Fillimisht është monitori, me të cilin matim tensionin arterial, pulsin edhe saturimin. Domethënë përmarrjen edhe frekuencën e zemrës. Pastaj e kemi defibrillatorin, i cili na nevojitet për defibrillim të arrestet kardiake për rikthim të pulsit të zemrës. Pastaj është oksigenoterapia, që duhet të furnizohet me oksigjen pacienti. Pastaj të rastet më të rënda e kemi ambumasken, ku pacienti është pa vedi dhe duhet të jepet oksigjen me maskë të oksigjenit. Pastaj pacienti duhet të intubohet të rastet të rënda, janë laringoskopi, të cilët e kemi laringoskopin e gjatë dhe laringoskopin që është me i shkurt, pastaj kemi laringoskopin të fëmijët dhe të rriturit, pastaj është respiratori, pasi pacienti të intubohet, duhet të vendoset në respirator për arsye që të përcjellet domethënë frymëmarrja përmes respiracioneve. Pastaj janë edhe metodat edhe procedurat tjera, është perfuzomati që jepet në mënyrë kontinuele, domethënë jepet terapia kur duhet ose duhet pacienti, është edhe infuzomati edhe jepet butamin do butamin, ose mund të jepen të dyat. Pastaj është edhe respiratori që bëhet aspirimi i përmbajtjes në rrugët e frymëmarrjes, i masave të vjella ose edhe lëngjeve. Pastaj është edhe EKG-ja që tregon për aktivitetin elektrik të zemrës, të cilat i zbulojmë infarktin ose edhe probleme tjera kardiake. Pastaj është edhe ehoja e zemrës, edhe ehoja e abdomenit. Të më thonë këtu janë pajisjet më kryesore që janë në emergjencë, në reanimim edhe në krejt emergjencë. Puna në emergjencë është mjaft sfiduese, duke llogaritur orarin e gjatë, pastaj janë ndrimet e natës, të cilat ndikojnë në ciklin biologjik ditë-natë. Pastaj janë rastet të shumta, janë rastet të ndryshme, rastet të rënda, pema të ndryshme, dhe më thonë se çdo ditë i kemi rastet të ndryshme, është mjaft sfiduese, mirë po një farë mënyrë puna në emergjencë dhe kujdestarit të na bëjnë më objektive, sepse koordinojmë kohën edhe do më thonë përgatitemi për një kujdestari 24 orësh. Mirë po sfiduese është mjaft. Rastet më të rënda janë arrestet kardiake, pastaj janë traumat si pasojë aksidenteve ose pasojë rrëzuarjes. Pastaj janë edhe gjakderdhje të ndryshme, janë domethënë smundjet e IC-vet, pastaj janë infarktet e miokardit, janë të shpeshta, janë intoksikimet, pastaj ka domethënë janë raste të ndryshme dhe raste të shumta. Mjekët tjerë për ndihmë thirret te politrauma. Domethënë politraum thirret kur pacienti ka me tepër 2 ose me tepër lëndime, trupore ose në kokë. Të ato raste thirren patjetër të politrauma, domethënë, thirren të frakturat, si për shembull ortopedi, të gjakderdhjet ose problemet që kanë të bëjnë me abdomen, thirret kirurgi abdominal, kirurgi torakal të pneumotoraksi, të thyrjet e brinjeve. Punën e emergjencë është sfidë çdo ditë në vete. Çdo ditë është një sfidë e re. Bëhet pranimi i ndrimit në orat 8, kontrollohet pjesa e anestezionit, sidomos laringoskopat janë në rregull, bëhet gati seti i terapisë, anestezionit komplet, bëhet gati terapia tjetër përgatitet për punë gjatë ditës, kontrollohen pajisjet që janë monitorat, defibrillatori, respiratori,
përfuzojmë motat tonë që është në rregull dhe kageja dhe fillojmë punën. Sfiduese është shumë se çdo ditë është një rast tjetër, asnjëherë nuk është një rast i njëjtë, ka ose për më ndryshme, për atletëve dhe matrona, për matrona, arreste kardiake, njerëz pa shenja jete që me mundim me sfidë komplet me ekip infermieror dhe doktora, me kanë një orë punë deri tek kthejmë një person në jetë. Pajisjet i përdorim dy grupe, si infermierët si doktorët bashkërisht. Puna e emergjencës është punë ekipore, sidomos puna e reanimit, nuk është punë vetë, një infermier ose dy, ose një doktor ose dy. Është punë ekipore që shkojmë me 4-5 infermier ose 4-5 doktor. Domethënë pajisjet janë ato që fillova pe laringoskopave, seti laringeal që intubojnë pacientin, është respiratori tani që e rregullojnë për rrugët frymorjes, është defibrilatori nëse ka nevojë për me kthy një jetë ose ritmin e zemrës këtu, monitori që shkon i pari për monitorimin e pacientit, motën e pulsit, saturimit dhe tensionit, jemi patjetër shumë bashkëpunues, se nëse nuk i bashkëpunues nuk mundemi arrit kurrë. Këtu e kemi një traumë si pasojë e rrëzuarjes. Pacienti ka pas një marramendje, është rrëzu dhe ju ka shkaktuar një frakturë e qafës së femorit. Pacienti përgatitet fillimisht në emergjencë, i maten parametrat, i bëhet EKG-ja, vendoset kateteri, ju ka bërë edhe rentgeni dhe në rentgen është parë që është frakturë e qafës së femorit. Pas përgatitjes së të gjithave, thirret ortopedi, pastaj pranohet në ortopedi dhe ata vazhdojnë me intervenimin.